Mirëmbrëma, dëgjuesdashur, mirë se dëgjohemi, mirë se shihemi, kjo natë nuk mund të jetë e tillë se kurse të jesh me Radio Lindjen edhe me musafirët e saj, çdo të premte, ku kemi plot njerëz me aktivitete të ndryshme, plot njerëz dhe individ që kanë arritë edhe punojnë çdo herë për të mirën e kësaj gjuhës tonë, për të mirën e informimit, për të mirën e gjitha gjërave që na nevojiten të përditshme, sidomos edhe gjëra tjera që janë pak më të mëdha globale. Sonte kemi një temë shumë interesante dhe kemi musafiren që tani më vetëm se bëhet ma shumë e shpisë, sepse kemi nevojë për kësi njerëz edhe për këto këshilla gjitha ato. Mirë po, sonte me neve, me siguri e shihni ata që nuk e shohin, janë duke dëgjuar radion aparatet tjera, atëherë në Facebook live stream e kemi, edhe do të bisedojmë me Gerta Veliun, që është edhe inxhiniere, që mas pari kur ta prezentojmë si inxhiniere, edhe pastaj edhe si neutrociste, kështu me thonë më mirë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhi. Mirëmbrëma Gerta. Gjithashtu kënaqësia është e jona, neve alushe kemi për dytë Gertën, po neve gjithmonë i kemi bërë si pjesë të shtëpisë me herën e parë kur i kemi musafir këtu. Gerta na premtoi para gati një viti kur ishte musafir se do të vjen, do të sjell një dhuratë po sjell edhe librin, dhurata më e mirë, më e bukur, më e çmueshme, edhe me vlerë për gjithë shqiptarët tonë që do t'ju bëjnë dorë, do ta lexojnë, edhe do t'i marrë gjitha këshillat, dhe gjitha ata mund të them idetë më të mira që ka mund t'i sjellë vetëm Gerta në këtë libër. Do ta prezentojmë edhe më vonë punën e librit të saj. Jemi në sezonën e fundvitit, alush edhe këtu, në këtë shtet ku jemi ka Norvegjes shumë frikë, se do të hajmë shumë yndyrëra, do të hajmë shumë ushqime të rënda, edhe do të kemi shumë probleme me shëndetin. Gerta sonte ndoshta nuk do ta flet për punën neve si të rritur, si të përmbahemi, se të jemi pak më të qëndrueshëm në atë aspektin e përdorimit të ushqimeve me yndyra të ndryshme, deri në ndrim të motmoteve, kështu që do të koncentrohemi te ajo me fëmijët. Atëherë, Gerta na trego pak, është fundi i këtij viti, domethënë, edhe ka dalë tash po shkojmë edhe gjatë kohës së pushimeve. Mi po të njëjtën kohë ti ke punuar shumë edhe ke qenë shumë aktive sa i përket pjesës neutrociste edhe në Shqipëri, edhe në rrjetet sociale, normal që ke edhe shumë pacientë ndjekës që jep edhe kurse ndryshme, edhe i këshillon, domethënë, tregona pak këtë pjesën e kësaj se ç'i ka qenë ky viti 2025. Faleminderit edhe një herë për ftesën, është vërtet shumë kënaqësi e madhe të jem mes jush edhe të ndajmë këto këshilla, pse jo, por edhe mendimet edhe planet të tjera të reja që ne do të kemi së bashku. Për mua është shumë e rëndësishme që të kemi mundësinë të japim nënave dhe prindërve të rinj këshilla nutricioni në çfarë do lloj kohe. Patjetër edhe për këtë sezonin e festave që është shumë e rëndësishme, sepse në fakt është e rëndësishme që ne të mbajmë traditën ose ushqimet tona tradicionale, sepse kjo është një periudhë që nuk përsëritet gjatë gjithë vitit, por është një periudhë e veçantë dhe shumë e rëndësishme për të bërë këto gatimet tona tradicionale. Por për ta kthyer pak vëmendjen tek fëmijët, pa diskutim që duhet një vëmendje pak më e shtuar. Që do të thotë ne patjetër të tolerojmë tek këto ushqimet, siç edhe ju i përmendët, me yndyrë të shtuar, me krip apo me shumë sheqer, me ëmbëlsirat që kemi, të kemi mundësinë të gjejmë ose alternativa më të zbutura, sepse ne është e mira që i gatuajmë këto ushqime në shtëpinë tonë dhe kemi në dorë ta mbajmë pak dorën për atë kripën për mos ta hedhur më shumë, ose në rastet që për shembull fëmia është më i vogël se sa 12 muajsh, jemi pak më të kujdesshëm për t'i hequr një copë më përpara, pastaj të bëhet kriposja, ose tek ëmbëlsirat e ndryshme të japim për shembull alternativa të ndryshme natyrale, të ëmbëlsuesve natyral për shembull. Sot në këtë periudhë neve kemi shumë mundësira të bëjmë biskota të ndryshme me fëmijët apo gatime të shpejta, të thjeshta dhe festive, ku në vend të atij sheqeri tradicional industrial që neve përdorim zakonisht për ne të rriturit, pse jo, me alternativat si një banane të pjekur mirë, si hurmat arabisë që sot janë në çdo dyqan edhe këtu në Norvegji ku jetojmë, ne mund të bëjmë receta shumë të thjeshta, shumë praktike, ku të përfshijmë pse jo dhe fëmijët, domethënë që të ndihet kjo atmosfera e festave me ta. Kështu që është një periudhë në fakt që më shumë se sa ushqimi krijohet atmosfera.
ku prindrit në fakt janë ndoshta edhe më shumë prezent me fëmijët sepse marrin dhe pjesën e pushimeve dhe pse jo të angazhojmë bashkë me fëmijët të bëjnë këto receta dhe këto gatime të shijshme edhe tradicionale ta ruajmë traditën. Kjo është një këshill e mirë, realitet, po ajo më e zakonshme për ne shqiptarët që i bëjmë gabime gjatë të ushqyrit të fëmijëve, cilat janë ata që ne duhet të jemi pak më rigoroz, mos të lejojmë që na ndonjë gjë e tillë. Po, sigurisht, shiko, tek pjesa e gabimeve, domethënë ose ndoshta te prija e disa përbërësve. Se nuk ka, po, patjetër. Edhe të rresh fëmijë për ushqime, po mendoj prap Shija është me theksuar, domethënë në këtë periudhë sepse ne duam të përdorim më shumë erëza të ndryshme, më shumë krip për t'i bërë më të shijshme, t'u japim më shumë shije, një shije më të theksuar, edhe tek ëmbëlsirat më tepër dhe gabimet më të shpeshta është që në fakt kjo periudhë duke e parë dhe pak se si funksionon dhe këtu në Norvegji që fëmijët janë më të ekspozuar ndaj ushqimeve të ëmbla dhe çdo ditë ata duhet të hapin atë kalendarin për të marrë ëmbëlsirën e tyre. Këshilla ime, para se ne të bëjmë atë gabimin, po quaj gabim në thonjza, që t'i japim fëmijës direkt çokoladë për shembull në mëngjes, mirë është që fëmia të ketë ngrënë ushqim. Një fetbuk, një frut, një ushqim çfarë domethënë të shëndetshëm dhe pastaj mund t'ia japim me pak ndërgjegjje më të qetë, domethënë një çokoladë sepse dua të theksoj diçka në fakt që kjo është një periudhë shumë e shkurtër, e vogël, që do të kaloj dhe ne mund të rikuperojmë po flas dhe për fëmijët që mund të hanë një çokoladë, domethënë që mund të jenë pas moshës 2 vjeçare, që mund t'ua tolerojmë, sepse fëmijët sigurisht nën 2 vjeç pothuajse prindrit sot janë të ndërgjegjësuar që janë më të kujdesshëm për të mos ofruar çokoladë në çfarë do lloj moshe. Kështu që thjesht domethënë do doja që fëmijëve së pari t'i japin pak ushqim dhe pastaj të tolerojnë atë çokoladën, e cila në fakt do zjasin 24 ditë siç është tradita këtu, ndërkohë që do villoj janari dhe do rikthehemi në rutinat normale. Është një periudhë që kalon dhe mund të japim pak tolerancë, por me kujdes. Është interesant kur e përmende këto, për shembull, çokoladat dhe 24 ditë ose kalendari që është në dhjetor, tashmë shumica e shqiptarëve edhe në Norvegji këtu, po edhe në diasporë, tash nuk e di për të natë dhe troje shqiptare, mirë po, unë nuk jam rrit ashtu me këtë kalendar, mirë po këto e kam përjetu këtu në Norvegji, edhe tash edhe shohim që diaspora edhe tash te ne normal që ka filluar edhe kjo lloj tradite të bëhet me çokolata ose me diçka tjetër ose me make-up ose çka do të jetë edhe me lodra të ndryshme. Mirë po, pse nuk vjen puna deri aty që ta kemi për shembull diçka me frute ose me diçka ma interesante, për shembull që edhe ata prodhuesit, po të njëjtën kohë edhe ne prindit që ta kërkojmë këto ose me nga një këshill, ka një copë letër të vogël, nga një këshill që çdo ditë kur e qel sot po bojmë brokoli ose karota ose diçka tjetër. Është shumë e bukur dhe realisht kjo do të ishte një ide fantastike për t'ua dhënë dhe këshill nënave që pse jo, domethënë këtë kalendarin ta zvendçojmë, pse gjithmonë duhet të zgjedhim çokoladën, sepse ndoshta sigurisht fëmijët ndoshta janë më të prirur dhe krijojnë varësi të menjëhershme dhe pëlqyeshmëri të menjëhershme, por ne si prindër kemi një detyrë pak më të rëndësishme, domethënë që të krijojmë nëpërmjet lojrave, siç është ky kalendari, të fusim prova të ushqimeve të ndryshme, pse jo dhe të ushqimeve që janë të këtij sezonit, ndoshta edhe të reja, ndoshta edhe të paprovuara, dhe si një formë loje, por edhe argëtimi që fëmijët të mund të mësojnë në çdo ditë të provojnë një shije të re fruti, për shembull, 24 ditë me fruta të reja të gjitha llojeve, edhe ekzotike. Po do të kundërta në këto dyqanet e mëdha që i kemi na për Po ja, për shembull, nëse neve ja japim këtë një nënë të re, për shembull, ajo është duke pyetur veten çfarë ti bëj për shembull për këtë kalendarin fëmijës tim, kjo do ishte një ide shumë speciale. Një pyetje tjetër, derisa e dim se ne nëse fëmijët tanë tash konsumojnë, kemi ato peperkake, kemi gjitha ata që kemi bollëk, po futesh në dyqan do e kesh në ballë të syve, atë për na tërheqin edhe neve, e jo më fëmijët, apo thonë, tash është një problem, ndoshta edhe tek këto konsumatorët e ndryshëm që i vizitojnë këto dyqane, për mos me evitu ndoshta më shpesh blej sot për ta njavën edhe kështu që shumë shpejt pushime dhe nuk i afër atyre që ta bojnë domin më të madh. Po, Gerta, si mund ta kuptojmë neve se fëmijët tanë kanë mungesë të vitaminave apo mineraleve?
Po, shumë e bukur pyetja. Në fakt është shumë e rëndësishme të shikojmë aktivitetin e gjithë ditës së një fëmie. Nëse ky fëmijë arrin të përballojë disa orë të caktuara nëse është në kopësht apo nëse është në shkollë, le të themi duhet të shikojmë nivelin e energjisë të këtij fëmie. Jo vetë para pak ditësh, domethënë pata një episod me çunat e mi për shkak sepse këtu në Norvegji ne organizojmë dhe festa pas shkolle dhe sigurisht që serviren keka të bërë nga shtëpit në fakt kjo është ndoshta pika më kryesore që prindrit të ndërgjegjësohen që të bëjnë keka sa më të shëndetshëm dhe për shembull në vend të atij sheqerit përdorin këto urmat arabis apo bananen dhe të paktën fëmijët kur të hanë këto ëmbëlsira apo këto gatime në ditët e javës së shkollës të mund të paktën të marrin disa ushqime më të shëndetshme. Dhe sigurisht mendoj që energjia e tyre kur ulet, sigurisht që ndikon direkt te përqendrimi i tyre, ndikon tek aktiviteti, po ndoshta edhe te agresiviteti i shtuar ose hiperaktiviteti i tyre i shtuar, sepse ata sigurisht marrin energji të menjëhershme dhe menjëherë ajo bie drastikisht, domethënë në mënyrë që ata ndjen të lodhur, nuk durojnë dot, menjëherë mund të kthehen të bëhen nevrik, edhe sigurisht që bëhet një sfidë shumë e madhe për prindin për të menaxhuar. Dhe ndoshta edhe prindi vet nuk e kupton plotësisht që kjo vjen si rezultat i vakteve të prishura, sepse në fakt, që duhet ta them në fakt, në periudhën e festave kemi një prishje shumë të madhe të rutinës, sepse nuk e ruajmë dot, ose është një sfidë shumë e madhe për prindin të mund të ruaj vakte të rregullta të ushqimeve të vakteve kryesore. Kështu që ka ndërhyrje shumë, siç dhe ju e tha, të këtyre peperkakeve apo biskotave të piperit, të cilat futen orar pa orar, mund të japin një komshi, mund t'i marrin te shkolla si bonus. Domethënë janë disa gjëra që jo plotësisht e ke kontrollin, por për këtë, nëse do t'jepja një këshill, është shumë e rëndësishme që mos të dalin asnjëherë nga shtëpia pa ushqim. Prindrit të kujdesen, domethënë që fëmia të hajë diçka përpara se të niset për në kopësht apo për në shkollë, që të jetë i sigurt që ka ngrënë një ushqim të sigurt, për shembull një frut, një perime apo dhe një fet të lyer me gjalp apo me djath, dhe të bëj kujdes mos të japi ëmbëlsira pas darke. Le të themi në orarin kur ata duhet të krijojnë rutina më të qeta, më të rregullta përpara se të shkojnë në gjumë, sepse aty ngrihet niveli më i lartë i aktivitetit të tyre dhe është shumë e vështirë që ata të mund të qetësohen për të shkuar në gjumë. Domethënë ka një ndikim nga të gjitha anët, pavarësisht se është e përkohshme, por ndërhyrjet tona dhe kujdesi ynë pak i shtuar, mendoj që mund ta kalojmë edhe gëzueshëm edhe në mënyrë të menaxhueshme. Ku ishin tek rutina tani, kjo do të ndihmon shumë rutina e vakteve, domethënë të ushqimeve, ndikon shumë për procesin edhe zhvillimin e fëmijës. Po, sigurisht, sepse është ruajtja e nivelit të energjisë. Domethënë kur ne domethënë jemi të predispozuar të marrim vakte të rregullta, çdo 2 orë gjysmë ose çdo 3 orë, sepse si të thuash në ato momente bie energjia e trupit dhe kërkon të rimarrë energji të reja. Dhe prandaj ne i shpërndajmë vaktet e ditës, domethënë në mëngjes, në paradite, drek, pasdite dhe darka. 5 vakte kryesisht, 3 vakte kryesore dhe 2 mesvakte të vogla. Pikërisht sepse trupi her pas here ka këto uljet dhe ngritjet e energjisë që duhet të marri. Në momentin që ne prishet ky ekuilibër, në fakt ndikon dhe në sinjalet e urisë dhe të ngopjes tek fëmijët, sepse ajo biskota e piperit apo një çokoladë e dhënë aksidentalisht në thonjza, pikërisht na prish ose na shkatron këtë ritëm ose oreksin e fëmijës, sepse fëmia funksionon nëpërmjet sinjaleve të urisë dhe të ngopjes. Nëse ky balans ose ky regjim që ne ndjejmë ndonjëherë kur kemi një regjim të rregullt, trupi ka një si zile dhe thotë që diçka po të vjen, diçka të mungon, kështu që ti ndjen urinë ose dëshirën për të ngrënë dhe kujtohesh, shikon dhe orën, po ka vajtur orari për të ngrënë. Kështu që detyrimisht kjo gjë nuk ndodh tek fëmijët nëse ka këto ndërhyrjet, sepse ata janë të ngopur. Nga ata fëmijë që nuk i kemi të ngopur, nuk ka arriti të marrë gjitha vaktit ato, domethënë edhe afrohet koha e gjumit, ne themi ora 6 apo ora 7, dhe si mund ta kompenzoj pak se ndoshta nuk e merr gjumi pastaj. Po, është e bukur në fakt se roli prindit ka shumë vlerë në këtë pikë, domethënë që siç edhe unë e thash që prindi është shumë
ka shumë rëndësi që të kujdeset për të paktën 2 vakte në ditë jenë të mira dhe të shpërndarje, për njëra në mëngjes ose dhe darka, dhe le të themi gjatë ditës mund të jetë pak më e tolerueshme, por sidomos në periudhën që është dhe në shkollë ose në kopësht. Ajo e mira është që për shembull të shkoj të flëri pa ngrënë diçka dhe mund të përdori aktivitetin ose mund të përdori lojën, domethënë për ta nxitur fëmijën për të ngrënë diçka. Domethënë ka disa, dhe këto në fakt futen dhe tek ata fëmijë të cilët refuzojnë ushimin ose le të themi janë pak më të vështirë për të pranuar çdo lloj ushqimi. Strategjia e lojës është ajo që i sjell fëmin tek ushqimi. Për shembull mund të jetë babi, mami dhe ne të gjithë do provojmë ta ham një frut për shembull. Dhe një gjë që në fakt ka funksionuar shumë dhe me nënat që kanë punuar shumë shpesh që prisni fruta ose prisni perime dhe i lini gati në tavolinë. Fëmijët duke luajtur do vinë do marrin një karrot për shembull që ti bësh fije dhe ti lësh përpara tek tavolina, sepse kur e ke gati nuk përton ta marrësh, po kur e ke aty te frigoriferi dhe kjo po ndihmon edhe tek ne të rriturit. Po, mendoj që është kjo se po ftoj mysafirë dhe ku asnjë s'merr. Edhe po t'ja i për pastaj nuk e di se çfarë do të merr. Ne kemi një traditë shumë të bukur në fakt që kur na vin miku ne shtrojmë atë tryezën dhe është shumë e bukur si traditë ku ne nxjerrim pak nga çdo gjë të ndryshme, qoftë edhe këto pjesa e arave, që në fakt ndoshta do të thosha diçka për pjesën e arave, se duke qenë se janë të shtuara në këtë periudhë, prindrit duhet të kenë kujdes për fëmijët e vegjël, mos t'i fusin në gojë, domethënë të jenë pak ekstra të kujdesshëm, meqense doli pjesa e arave këtu. Por kur ne shtrojmë atë tavolinën mikut edhe vëm pak nga të gjitha, a keni vënë re që shtohet një dëshirë edhe jona për të ngrënë dhe për t'ju afruar, domethënë tryezës, kjo gjë ndihmon edhe tek fëmijët. Në momentin që ne kemi mysafir, pse jo ti bëjmë dhe fëmijët pjesë dhe protagonistë tryezës edhe të këtyre ushqimeve të vogla, por të ndryshme, të shijshme. Derisa po flisnim tani për neve nuk caktuam mosh, po flisnim përgjithësi fëmijët. Po është ajo mosha aty të vegjëlve për posa lindur deri në moshën 12 muaj atë. Ende pa mbushur vitin. Si duhet kujdesemi ne për ta, si mund ta zbulojmë se ata kanë nevojë ndoshta edhe për më tepër për kujdesje, edhe rreth ushqimit, gjumit e gjithçka. Shumë e vërtet. Po, ajo periudhë se kjo mosha le të themi 0 deri në 12 muajsh është periudha që prindrit në fakt janë shumë herë më të kujdesshëm dhe duhet ta mbajmë pak atë ritmin, sidomos kur kemi shumë njerëz, impakti i parë që krijon fëmia patjetër që ndikon dhe në rutinat e ushqimit të fëmisë, po dhe të gjumit dhe të ciklit të aktiviteteve të ditës. Mendoj që, domethënë, për sa i takon ushqimit, ushqimet të cilat neve nuk duhet t'i ofrojmë tek fëmijët janë ushqimi siç është mjalti, sheqeri siç e tham, kripa po ashtu, ushqimet shumë pikante apo ushqimet me yndyrna të pashëndetshme, pra gatimet me yndyrna të tepërta, dhe të mund, domethënë, të qëndrojmë tek ushqimet sa më të thjeshta. Nëse për shembull do t'i japim vaktin, po flasim mëngjesin ose mjafton drisër plus një frut. Nuk ka nevojë domethënë të bëjmë shumë kombinime të ndërlikuara tek këta fëmijë. Edhe tek kaposhi i detit që ne e përmendëm, patjetër që ne mund ta gatuajmë dhe të jemi të kujdesshëm për sasinë e kripës, domethënë të mund se jo të heqim një pjesë ose të shkëpusim një pjesë, për shembull pjesën e gjoksit të kaposhit të detit ose të kofshës dhe ta pjekim më njan në një tavë të vogël dhe të mund t'ua japim këtyre fëmijëve. Nëse janë fëmijë të cilët akoma han të bluara, mund ta fusim në bluarje dhe mund t'i japim me perime të kombinuara. Ose nëse janë më përmjet kësaj metodës baby led weaning, nënat që un kam punuar ua kam thënë që përdorni një pjatë me ndarje dhe jepja veç mishin të bërë fije, veç perimen, për shembull pataten, veç brokolin apo karotën dhe fëmia është ka më shumë kontroll të haj atë që do. Domethënë dhe në mënyrë të sigurt. Po flas gjithmonë për fëmijët në 12 muajsh. Pas kësaj moshe, dhe sigurisht kripa, sheqeri duhet të jenë nuk rekomandojnë të jenë të prezent në recetat e ndryshme. Ndërkohë që për moshat më të rritura mund të ketë toleranca me ato rregullimet që tham.
pjesës alternativave më të shëndetshme, gjithmonë duke mbajtur dorën për të mos e shtuar sheqerin ose të përdorim produkte alternative. Nga ushqyerja e hershme e këtyre fëmijëve, domethënë nga 0 deri 12, është edhe mundësia e largimit apo ofrimit të alergjive në ushqim apo? Shumë e vërtet. Në fakt edhe shumë pika të cilat i kam të trajtuar edhe te ky libër është në fakt edhe kjo mënyra e ndarjes neve na ndihmon që tek fëmijët të kuptojmë menjëherë nëse një ushqim për shembull i reagon ose mund të jetë potencial për ndonjë intolerancë ose alergji. Prandaj thash prindit duhet ta mbajnë sa më të thjeshtë. Dhe kur themi të thjesht do të thotë që një individual ushqim, pra vetëm një ushqim, jo të komplikuar dhe të përziera së bashku. Sepse nëse për shembull do kishte problemin me patate, atëherë ne mund ta zbulojmë me vonesë ose mund edhe mos ta kuptojmë fillimisht, por kur i ke të ndara ti shikon reagimet dhe sidomos ne me nënat punojmë me një skemë ose strukturë që të provojmë dhe të testojmë çdo ushqim të ri që i fusim fëmijës në vitin e parë të jetës, në mënyrë që të evidentojmë kush ushqim i bën dëm apo kush ushqim, domethënë fëmia reagon, të mund ta rezervojmë ose ta ruajmë deri në një moment që ka ndërtuar imunitet më të fortë për ta ripranuar organizmi, sepse në fakt kështu funksionon. Domethënë deri në 3 vjeç fëmijët akoma nuk mund të përcaktojë që është alergji apo intolerancë, por është akoma në ndërtim imuniteti i tyre dhe sistemi i tretjes së tyre. Kështu që ne japim kohë atij në këtë 3 vjeçar le të themi, të ambientohet, të familiarizohet mikrobioma e tyre me ushqime dhe përbërës të ndryshëm ushqimor. Kështu që pak, nga të gjitha ushqimet, ne kemi në dorë, domethënë, që fëmijët në 12 muajsh ti ushqejmë edhe në këto periudha festash me këto ushqime që ne i gatuajmë në këtë periudhë, por edhe fëmijët me moshë më të lartë janë pak më të lehtë të vinë tek ushqimi i të rriturve. Kur ka të bëjë edhe me klimën apo edhe me stinet e vitit, tash ne kemi ushqime ndryshme që fëmijëve duhet ndoshta t'i bëjmë dallimin se a duhet t'i japim ato ushqime që ka konsumuar gjatë verës ose dimrit apo do të jetë e kundërta. Pasi që e shohim me ne të rriturit, na mungojnë më tepër vitamina nëse edhe fillojmë të hajmë ushqime që nuk kanë përmbajtje të atyre minerale apo me vitamina. E vërtet, në fakt është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që në stinë të ndryshme ne kemi nevoja për energji të ndryshme. Një pjesë në verë për shembull ne kemi diellin, një pjesë të energjisë që e marrim, prandaj edhe ne ha më lehtë, domethënë nuk kemi nevojë për kalori shumë të shtuara, por në dimër që na duhet të prodhojmë pak më shumë energji dhe ngrohje, të ngrohemi, domethënë të qëndrojmë më ngrohtë, ne na duhen ushqime më kalorike. Dhe prandaj ne sugjerojmë domethënë që vaktet të bëhen pak më kalorike, që do të thotë fëmia të hajë pak më shpesh mishin për shembull, që është një proteinë shumë e rëndësishme, të hajë pse jo dhe për ditë në mënyra të ndryshme të gatuar vezën, sepse është një burim i esencial proteinik. Por edhe ushqimet tjera, thjerëzat janë shumë të mira që janë të pasura me hekur, që shumë i domosdoshëm për zhvillimin, energjinë që thamë dhe atë përqendrimin që ata duhet të kenë dhe për të rritur imunitetin, sepse janë ushqime të cilat i japin fëmijës domethënë përbërësit kryesor për të përballuar edhe virozat, edhe të ndërtojnë një imunitet më të fortë, por njëkohësisht edhe të japin energjinë e nevojshme që do të sigurojë trupi për të ngrohur, domethënë gjatë stinës së dimrit. Është mirë që për shembull e ke shkruajtur edhe në disa artikuj shumë, jo vetëm disa, veç shumë, ku shëndeti i fëmijëve nis nga tryeza. Domethënë nga tryeza prej që lindë derisa ndoshta del për shtëpi që thojmë na, ndoshta nuk del hiç. Edhe atëherë tryeza është ajo që e gjen njeriu për shembull edhe imunitetin e tij, po në të njëjtën kohë edhe ndonjë alergji ose gjithë ato që i ka. Kur e përmendet pak më herët ndarjen në pjata. Kjo është diçka që mundet me qenë shumë interesante dhe shumë e mirë, sepse kur ndahet në pjata, është kontrolli më i madh se në cilin ushqim e preferon vetë fëmiu dhe cilin e han. Po të njëjtën kohë nëse ja përzim për shembull si ato që blehen në dyqane, janë ato që thonë teglave shqiptës ti. Po, ato të bëra gatshme, ushqimet e gatshme. Të bëra gatshme, ato xhamit ato, edhe për shembull aty janë të përzinë krejt edhe ja jep me luk. E tash parando që ato me marrë dhe me shpërndohen në pjatë, është shumë më bukur duket. Edhe fëmia mësohet në jetën kohë, edhe edukohet që edhe kur rritet ta shpërndoj për shembull, edhe për veti mirë, po edhe për
të afërmit aty që do ta shërben. Kjo ishte ajo që ishte shumë interesant. Nëse mund të them diçka këtu pse është e rëndësishme që ne t'ja ndajmë, nuk është thjesht një është kjo pjesa e kontrollit, por shumë e rëndësishme që fëmijët të lidhen me teksturën e vërtet reale të ushqimit, sepse ne duke e bluar ne ja kemi prishur strukturën, le të themi, ushqimit dhe fëmia le të themi përjeton vetëm një lloj teksture që është ajo kremoze. Kurse ne kur e lëm brokolin siç është, mishin siç është, fëmia zhvillon aftësi të tjera të motorikës orale dhe të ndjeshmërisë sensoriale, të cilat janë shumë të rëndësishme, sepse ne nuk e shikojmë më sot, dhe kjo është e bukura, që ne sot ushimin nuk e shikojmë vetëm si një karburant që na jep atë energjinë dhe na duhet fiziologjikisht të rritemi, të zhvillohemi, por e shikojmë multidimensional, domethënë edhe si një aspekt i rëndësishëm psikomotor, domethënë të pjesës së lëvizjes, së përtypjes që duhet bëjnë fëmijët kur kanë teksturë, sepse kur është pure ose kur është e bluar, ti s'ke nevojë për punë mekanike, ti do ta gulltisësh direkt dhe është sigurisht më sigur, por fëmia duhet të përballet, le të themi, të përfitojë këto përvojat me çdo lloj teksture. Sepse ushqimet ndahen në tekstura të ndryshme, kështu që ata duhet t'i përjetojnë. Prandaj ky ekspozimi i veçuar, domethënë, ja jep këtë shans ose ja jep këtë mundësi fëmijës t'i fitojë këto përvojat. Dhe për më tepër është edhe aspekt sensorial. Domethënë fëmia duhet ta shikojë, duhet ta preki, duhet ta ndjejë, që të përdori të gjitha shisat e veta, që truri të marrë atë informacionin, të rrisi vetbesimin, sigurinë, dhe ai fëmijë në këtë mënyrë ndërton marrëdhënien me ushqimin. Aty fillon ai ta pëlqejë. Domethënë ta kthej, domethënë gjithë këtë përjetim në një kënaqësi. Dhe çfarë është ushqimi? Kënaqësi është, domethënë. Kështu kthehet sepse janë hormonet që zhvillohen, domethënë që aktivizohen, hormonet e kënaqësisë të dopaminës në këto momente që përjetojnë pozitivisht gjithë procesin, dhe ai fëmijë e shikon ushqimin si një aspekt të këndshëm, argëtues dhe jo stresues edhe të vështirë siç ndoshta Gjerta sa e përket edhe ushqimeve ku ishte Alushi pak në atë temën e ushqimeve dhe gati të gatshme mund të themi për këto tjegulla apo të përpunuara industrialisht, sa janë shëndetshme edhe pse i kanë ato simbolet e tyre edhe sa preferon, sa i preferoni ju si nutricioniste, domethënë pediatrike për fëmijët, për të më të vegjël tanë që të konsumojnë. Është një përgjegjësi shumë e madhe dhe pikërisht ky është roli jon si nutricioniste për të drejtuar ose për të patur një qëllim të madh për ushqyerjen dhe pikërisht që fillon që nga momenti kur fëmia fillon për herë të parë ushqimin. Pra familja e hershme është shumë e rëndësishme për të ndërtuar bazat e forta dhe unë detyrimisht jam shumë e prirur ta promovoj me të madhe që prindrit të gatuajnë vetë dhe jo të blejnë të gatshme. Sigurisht që ato janë një zgjedhje shumë e shpejt në raste emergjente, por jo të jetë kjo mënyra dhe stili i zakonshëm i nënave për të ushqyer fëmijët e tyre, sepse siç tham, shija e brokolit origjinal nuk është njësoj me një shije brokolit të marrë nga këto ushqimet e gatshme, sepse ka konservant, ka kontraceptiv të ndryshëm, mund të ketë sheqer të shtuar, mund të ketë kripra të shtuara, ato që ne jam duke thënë që një fëmijë i vitit të parë nuk duhet i konsumoj. Kështu që më duhet të bëj patjetër, jo më duhet, por e bëj me shumë dashuri dhe me shumë kënaqësi këtë pjesën e edukimit të nënave për të gatuar për fëmijët e tyre, sepse nuk është e vështirë sot të zihesh brokolin apo karotën dhe t'ja japësh fëmijës tënd. Nuk është se do ndonjë shkencë të madhe të dish të gatuash shumë për të bërë receta kaq të thjeshta për fëmijët. Po, kthehem prapë te edukimi, për shembull që thash më herët, pjata që është e ndane, të njëjtën kohë përgatitja në shtëpi mami ose babi me fëmijën, pse jo, që ta sheh, ta mëson, edhe e din kohën, edhe e din momentet, e din ngjyrën, qysh ndryshohet edhe erën. E ajo është ajo për shembull një lloj edukimi tërësisht i fëmijës që ka dalë, pastaj ai kur i bën 10-15 ai fillon edhe vet me përgatit, sepse e ka po prindin. Edhe në njëjtën kohë ka marrë pjesë vetë, për shembull aty. Do të kthehemi prapë do shkojmë te libra pak, por edhe është interesant ne
kemi dëgjuar shumë shpesh herë edhe shpërblimet, për shembull se ka fëmija që nuk don diçka, nuk e don ato, edhe tash atëherë fillojnë metoda tjera. Nëse e hanë pjatën, edhe këto janë domethënë fakte që Gerta i ka, edhe i ka mësu tjerë, e ka marrë kurse dhe ligjërata për këto. Tash ç'a duhet të bëj prindi? Për shembull, a duhet thotë nëse hanë pjatën ta bleni çokoladë ose diçka? Absolutisht, jo. Le ta shpjegojmë, domethënë më gjërësisht, normalisht jemi ne modeli i parë, shembulli i parë për fëmijët tanë, dhe nëse ne e nisim siç duhet gjithë të rrugtim, nuk mësojmë ato zakonet e gabuara tek fëmijët, ose nuk mësojmë atyre, domethënë që të kuptojnë që prit, ëmbëlsira është ajo e mira dhe brokoli është ai i keqi. Por nëse ne i japim atributet asaj që vërtet është e shëndetshme dhe e mirë, dhe ëmbëlsira ti jetë domethënë një gjë shumë normale, mos i japim atë pjedestalin, ta ngrëm në pjedestal që haje këtë, se do t'ja mami një gjë të mirë, se vjen edhe pak natyrshëm që ne kështu jemi mësuar, ose kështu ka qenë dhe kultura jonë, që haje këtë që t'jap një gjë të mirë. Pra, pa dashje, ne i japim më shumë vlerësim asaj gjës së pashëndetshme, duke ulur asaj të shëndetshme. Çfarë mund të bëjmë ne në këto raste që fëmia mos ta marri këtë si shpërblim, sepse ne nuk mund t'i privojmë për shembull fëmijët 5 vjeç, 6 vjeç për shembull të mos hanë një ëmbëlsirë, por t'ia vëmë bashkë me ushqimin e shëndetshëm, që do të thotë që ne ta trajtojmë si ëmbëlsirën, si ushqimin e shëndetshëm, çdo përbërës që ne i vëmë në pjatë të barabartë. Domethënë, nëse ne e kthejmë në këtë lloj forme, dhe prandaj domethënë bëhet kjo puna paraprake viteve të para, që ne kur vim në këto situata, që fëmia sigurisht do ketë prirje për të shkuar tek të ëmblat, për shumë më shumë, apo dhe të kriprat, të rishet prej tyre, atëherë ne të kemi arritur të kemi bërë një edukim, ose një punë paraprake me ta, dhe t'ua vëmë gjithmonë të shërbyer në këtë mënyrë, që ata edhe ta kenë atë që e duan, por ta kenë së bashku. Dhe këtu në fakt janë edhe disa teknika, apo metoda, apo rregulla që ne mund të vëmë fëmijëve, sepse sigurisht çdo gjë duhet vendosur pak rregulla që të edhe t'i kuptojmë dhe të bihemi të gjithë dakord. Që si fillim për shembull do ham mishin, frutin, perimen që kemi në pjatë, e pastaj do lëm ëmbëlsirën, por jo t'ja japim si shpërblim. Domethënë, kur ne kemi pjatën përpara dhe aty është ëmbëlsira dhe fëmia është i qetë që aty e ka ëmbëlsirën që ai do donte, ne mos t'ja heqim nga pjata, ta mbajmë të fshehur dhe t'i themi haj këtë, se pastaj do t'i jap këtë shpërblimi. Por nëse ai është në pjatë dhe ti i thua, bësh një marrëveshje me të një rregull që si fillim do ham këtë, pastaj ëmbëlsirën, që ta lëm në fund, sepse ka në fakt dhe një rregull, dhe kjo në fakt vlen dhe për të rriturit, që është mirë që fëmijët, por edhe të rriturit të hanë sipas një rregulli, sepse ky rregull është shumë i mirë për mosrritjen të menjëhershme të sheqerit në gjak, që domethënë fëmijët të hanë fillimisht perime, pastaj ta hanë karbohidratin dhe frutin ta lënë në fund, siç ne në fakt e kemi pak dhe në traditë, që ëmbëlsirën e lëm për në fund. Kjo është rregulli më i mirë, ose më tepër për tretjen, sepse përzihet po edhe rritjen e sheqerit në gjak, rritet më gradualisht, domethënë, nuk rritet në mënyrë të menjëhershme. Gjeta, kemi një kohë caktuar tek fëmijët ku duhet ne të jemi më të kujdesshëm për të domethënë evituar rreziqe të ndryshme, apo pse kemi tani edhe sheqerin, ose nga ajo se kemi raste të tilla që fëmijët mund ta kapin një traumë dhe do t'i largojnë ushqimin dhe fare nuk den oreks për ushqim. Ndoshta do të thuash në lidhje me ndonjë eksperiencë negative që mund të po për shkak se nëse neve tash konsumojmë ushqime të ndryshme dhe gjithmonë shkojmë edhe i pengojmë fëmijëve, them mos këtu dhe fundi është ajo që do t'i tërhiqë të largohet ai pastaj. Disa çota shumë nga ushqimi. Mendoj që ndërhyrjet e prindërve ose mënyra se si prindri komunikon me fëmijën, domethënë në lidhje dhe me mënyrën se si mëson ushqime të ndryshme apo ja ndalon ushqime të ndryshme, është shumë esenciale që fëmia të ndërtoj zakone të mira, ose të lidhet me një ushqim, ose të mos e hajë një ushqim. Zakonisht është mirë që mos krijojmë traumë ose të krijojmë presion tek fëmijët. Ne duhet t'i japim edhe shpjegime fëmijëve, që kur ne i themi mos, po pse mos? Domethënë, pse ne nuk duhet ta ham sheqerin? Dhe sot edhe në Instagram dhe kudo, të paktën edhe me këtë botën digjitale kaq të zhvilluar sot, janë video kaq virale të cilat tregojnë se çfarë i ndodh fëmijës në mënyrë pak më ilustrative, çfarë i ndodh një fëmije kur ha brokoli dhe çfarë i ndodh nëse ai do të hajë këto ëmbëlsira ose ushqime të shtuar me kripra të shtuar. Domethënë ti do shikosh që
ky fëmijë ose kjo zgjedhje që ti bën sot, ku do të çojë nesër, ose kjo e shëndetshme sot, ku do të çojë nesër. Domethënë në shumë e rëndësishme pjesa e komunikimit tek prind. Kemi edhe një problem tani tjetër, ja që neve që jemi në lëvizje gjithkohën edhe shohim, nuk po flas për atë që prodhoj unë, sepse e përmban që gjë shumë, nuk do i bëjmë marketing për atyre maldrave, po ajo që në realitet na brengos shumë tek të rinj, të treja tona, më të me dhe të moshës më të re, sidomos në vendlinjen tonë gjatë pushimeve verore, shohim duke konsumuar pije të gazuara edhe ata më të rrezikshme është pijet energjike. Po, sidomos kjo në fakt është një nga ti them mos, por që nuk duhet realisht tek fëmijët, sepse pijet e gazuara nuk është se i ndihmojnë ata, domethënë që të jenë më të shëndetshëm, përkundër se krijojnë ato varësitë e tyre, por fëmijët duhet të priren tek frutat e shtrydhura dhe mundësisht të bëhen në shtëpi dhe jo ato të blerat ose nëse në raste të caktuara le të themi mund të jenë një zgjedhje e fundit, por sidomos te fëmijët, domethënë ne duhet edhe në këtë periudhë festash, domethënë ne të prioritojmë fëmijët tek pijet të shtrydhura në shtëpi. Pra, pa i ekspozuar tek alkoolet të ndryshme, tek pijet gazike të ndryshme, pikërisht për të ruajtur shëndetin e tyre. Sigurisht që edhe ne të rriturit sot mund t'i provojmë ato, por kemi një kohë të caktuar që mund t'i lejojmë dhe mund t'i pijmë ato. Edhe tek fëmijët duhet krijuar këto rutina të shëndetshme të marrjes së ushqimeve që mund t'i tolerojmë. Megjithatë, gjithmonë ne duhet të promovojmë pjesën sa më shëndetshëm. Domethënë t'i drejtojmë gjithmonë se dhe t'i shpjegojmë pse. Dallimi për shembull pjesë të koncentruar dhe jo të koncentruar, çfarë është? Pjeve të koncentruara dhe të jo të koncentruara do të thotë që ato janë më të përqendruara në atë element. Për shembull, nëse po marrim rastet e pijeve të cilat kanë sheqer të koncentruar, është një sheqer më i përqendruar, që do të thotë sasia për gram në 1 mililitër apo në 100 mililitër është shumë e madhe. Kështu që për ta holluar atë, ne kemi shumë raste ato që përdoren dhe këtu në Norvegji, që në fakt për fat mirë edhe unë nuk ua di mirë emrin, sepse përpiqem mos t'ua ekspozoj fëmijëve të mi, që duan holluar shumë, domethënë dhe pikërisht ky përqendrimi i lartë i sheqerit të shtuar në to duhet të ulet, domethënë sepse sigurisht që është një sheqer bomb, themi, për organizmin, për ta marrë në mënyrë të menjëhershme dhe sigurisht reagon dhe organizmi vet, domethënë kur ka këto shije kaq të përqendruara. Në fakt, nëse do ta lidhja pak me metodën baby led weaning, sepse shumë nëna thonë që po japim pure dhe nuk po më ha shumë për shembull ushqim me copa. Rasti i frutave dhe i perimeve për shembull është pikërisht që janë më të përqendruar në vlera ushqyese. Sesa një pure e holluar me ujë. Është pikërisht në filozofi është e njëjta. Që do të thënë perimet dhe frutat në teksturën e tyre reale kanë nutrient ose kanë vlera ushqime ose përbërës ushqimor më të përqendruar. Kështu që edhe pak të haj fëmia ka marrë më shumë densitet ushqimor ose vlera ushqimore, sesa nëse një fëmijë do të hante pure, që çfarë ka? Është thjesht holluar pak më shumë. Domethënë ai përqendrimi ose ajo vlera e përqendruar. Kështu që domethënë fëmia edhe pse ha pak, merr më shumë vlera ushqyese. Tani edhe nga dukuritë e tanishme shohim gjithë botën të dyqanet apo mund të themi restorante ushqime të shpejta janë vetëm se ka shtohen. Jo të zvoglohen, po vetëm se arriten. Edhe këto qendra tregtare që i kishim disa vite më parë mund të themi për më tepër veshmbathje, garderob, tani janë shndruar në restorante të ndryshme. Në këto restorante, sidomos në qendra tregtare, frekventohen shumicën e rasteve familjet, kanë edhe fëmijët e tyre, porosisin ushqime, domethënë aty pa dallim. E ka ushqimin e shpejtë për fëmin, më të moshës shumë të vogël, po e ka edhe ndoshta atyre pak në adoleshencë dhe vetë prindërit. Ja mund të themi 4 pica, edhe gjithë do të konsumojnë nga ato 4 pica do të hanë, do të pinë Coca-Cola dhe gjithçka. Unë mendoj kjo edhe mund mes të javës. Hajde edhe neve do të na pengonte ndoshta ta kemi gjatë vikendit, sepse jemi gjatë puna dinamike dhe tash e kemi një ditë të lirë me familje, do të dalim, do të kënaqemi me një formë edhe me këto ushqime që ti konsumojmë. Besoj që edhe kjo nuk do t'i bëjmë reklam, thashë po them në atë aspektin e dukurisë negative, a është e vlefshme që ne ti frekventojmë aq shpesh edhe të konsumojmë ushqim shpejt?
pikërisht kjo varet nga stili i jetesës që familjet ndërtojnë, domethënë nëse ti gjithmonë i rezervon vetes që në çfarë do lloj kohe të dalësh të marrësh këtë gatimin e shpejt dhe t'ia servirësh ose të edukosh dhe fëmin tënd të haj këtë lloj ushqimi, sigurisht kjo do bëhet stili jot i jetesës, por unë mendoj që duhet të ketë rregulla ose duhet të ketë rutina të caktuara ose zakone që ne mund të ndërtojmë me fëmijët që mund të dalim për restorante, por të dalim në një ditë të fundjavës për shembull, ose një ditë të javës nuk ka rëndësi, por një herë të paktën në javë. Ose se jo, në këto ushqimet e gatshme unë jam totalisht kundër, sepse unë e shijoj ushqimin, më pëlqen të gatuaj vetë dhe nuk duaj që t'i ekspozoj fëmijët dhe çunat e mi kundrejt këtyre ushqimeve, sepse Pra mendoj se ne edhe prindët ndoshta po krijojmë një praktikë jo të mirë. Kjo ndoshta vjen edhe prej rezultatit që janë shumë të angazhuar edhe sigurisht futesh në kuzhinë, mundësitë për të qenë gjatë në kuzhinë nuk janë gjithmonë dhe ti e gjen si më të lehtë për të shkuar në këto restorante, por domethënë ndonjëherë, siç e thash, fëmijëve ta mbajmë sa më thjesht, pse jo, të japim ushqime single të thjeshta, domethënë të mund të marrim sneke të vogla me vete, edhe nëse ne shkojmë në një qendër tregtare, sepse mendoj që ne në Norvegji e kemi këtë kulturën që mund të marrim ushqimin me vete, ndoshta në Shqipëri apo në vende të tjera ose për ne shqiptarët në vende të tjera mund të mos jetë aq praktik, jo praktike, se praktike është shumë praktike ajo pjesë, për të evituar. Mund të duket pak e çuditshme të marrësh ushqim me vete nga shtëpia, por kjo është më e shëndetshmja në fakt. E kupton dhe ne duhet ta promovojmë këtë gjë. Dhe unë them edhe prindërve dhe nënave të mia që ty nuk të kushton asgjë të marrësh një termos, të vendosësh ushqime të caktuara dhe ti mund dalësh dhe të shijosh edhe dyqanet në qendra tregtare ose në aktivitete të ndryshme me fëmijën me ushqimin tënd me vete. Domethënë sepse unë mendoj edhe është kosto. Domethënë nuk është po flasim vetëm tek pjesa ushqimit sepse ajo lidhet edhe me kostin. Nëse ti do shkosh gjatë gjithë javës për të ngrënë për jashtë, atëherë kjo ndikon dhe në ekonominë e shtëpisë. Por sigurisht që një zgjidhje ishte kjo me paket. U futëm pak në kohën e stinave sa do të konsumojmë. A preferohet të përdoren edhe fëmijët suplemente të ndryshme në zavendësim të vitamineve, minerale, sepse ja unë po futëm dime, do të përdora D2-shin dhe sakatoj për atë më forta që janë, por shkak se bien zero. Edhe ajo ndikon shumë në imunitetin pastaj. Jam edhe unë duke përdorur vitaminën D sidomos ose omega 3-shin, sepse është domosdoshme për ne që jetojmë në këtë lloj vendi për shkak të mos ekspozimit shumë në diell. Sigurisht që kjo është e nevojshme edhe për fëmijët, sepse menjëherë ne shikojmë fëmijë më të lodhur, që menjëherë nuk durojnë shumë orë të përqendruar dhe bie edhe imuniteti i tyre kapen shumë lehtësisht nga virozat, sigurisht që këto suplemente sigurisht shtesë, nuk mund të zvendçojnë kurse si dietën ushqimore, por janë siç është vitamina D, që jepet sigurisht edhe me gramaturë ose me sasi të caktuar në bazë të moshës. Njëkohësisht edhe omega 3 që është shumë i mirë për zhvillimin dhe lubrifikimin e trurit për fëmijën. Mund të ketë dhe suplemente të tjera të cilat janë vetëm të konsultuara ose të sugjeruara nga pediatri i fëmijës për nevoja të caktuara. Por një dietë e pasur i ndihmon fëmijët. Dhe për ne që jemi në këto vende, vitamina D në fakt është një ndihmë e madhe. Në Shqipëri ndoshta nuk e kanë nevojë për gjatë gjithë vitit, por në një periudhë, sidomos periudhën ndoshta të dimrit. Ndërkohë që omega 3 e kanë në çfarë do lloj kohe. Është njësoj sikur mos ta hash peshkun në verë. Ne do të ham peshkun edhe në verë, sepse në fakt omega 3 është i nevojshëm gjatë gjithë kohës, sepse mbron domethënë organizmin, imunitetin, zhvillon trurin. Domethënë ne do ta zhvillojmë në çdo stin trurin tonë. Kështu që sepse është një mit ose stereotip që është krijuar që jo nuk jap vitamin omega 3 në verë për shkak dhe vitaminën D, pikërisht për faktin se e siguron ose nga dielli nga këto. Jo, do të marrim gjithkohës. Ose vojnë e peshkit. Ose vojnë e peshkut, po më mirë peshk, po prapë nuk e plotësojmë dot nevojën nëpërmjet peshkut, sepse i bie që një fëmijë nëse do t'i duhet ta hante 3 kg peshk në vakt, por nuk është e mundur që një fëmijë, domethënë prandaj ne marrim. Konsumimi i qumshtit tek fëmijët për shembull, është një gjë që duhet ne të diskutojmë edhe sonte këtu. Shumë e rëndësishme. Dhe është një temë shumë e rëndësishme për shkakun se fëmijët sigurisht e kanë primar në vitin e parë të jetës, qoftë nga nëna si nën gjithënëse ose edhe formula nëse nuk është mundësia e gjithënjes. Ideja e qumshtit është që duhet të jetë primari
sepse do të thotë përmbush atë nevojën për energji në vitin e parë të jetës kryesor. Por ne thamë që fusim ushimin e ngurtë dhe fillojmë të zvogëlojmë sasinë e qumshtit dhe të rrisim, le të themi, ushimin e ngurtë të shtuar tek fëmijët. Por nëse ne vazhdojmë shumë gjatë me qumësht, kjo mund na prishi pak balancat ose le të themi ndikimin tek ushimi i ngurtë. Dhe unë kam pasur shumë raste që nënat vazhdojnë të japin edhe nuk jam kundra, patjetër duhet vazhdojnë të japin edhe nëse janë gjithdhënëse deri 2 vjeç, Norvegjia e ka edhe deri në 3 vjeç, nëse mundet, por jo të ndikoj, se nëse ti shikon që vazhdon të jetë akoma primar qumshti tek fëmia, ty të ndikon të vlerat ushqimore, sepse qumshti ka vetëm disa vlera. Kurse ushqimet e ndryshme kanë një larmishmëri vlerash, kështu që nuk I mjafton vetëm qumshti për të marrë vlerat që I duhen fëmijë. Prandaj ne kemi ushimin shtesë të ngurtë. Domethënë, kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj në moshën 8 muajshe, në fakt të fëmijës, fëmia nuk duhet të pi më shumë se 500 deri në 600 mililitra qumësh. Pra të llogaritur, ndoshta një nën gjithdhënëse ka më të vështirë ta llogarisi, por një nën me formule ka më të lehtë. Por prej kësaj kohe e sipër që I bie për shembull mund ta pi 2 goda me qumësh dhe 1 gotë kos, për shembull prej 8 muaj dhe sipër. Jo më shumë se kaq, sepse ka një pasojë, sepse gjithmonë pse vjen këto kufizime ose pse rekomandojnë këto lloj rekomandimesh, sepse fëmia nëse ngopet ose merr qumshtin mbushet stomaku kapacitetin, nuk lëvën për këto vlerat e tjera ushqyese. Dhe kjo ka pasojën që mund të çojë bulmeti lart ose sasia e lartë e bulmetit mund të çojë në konstipacion ose në vështirësi në jashtëshitje tek fëmijët, që mund të jetë mund bëhet kronike, mund të krijojë problematika të ndryshme. Pra duhet parë në tërësi edhe për gjendjen e mirë të shëndetit të fëmijës. Jo vetëm thjesht të ushqejmë dhe shqyqy që piu kaq shumë apo aq. Jo, nuk është më e rëndësishme sasia. Domethënë tek ose sasia e tepërt ose sasia e shumt që mund të marrë, qoftë edhe në ushqim të ngurtë. Domethënë fëmia duhet të marrë optimalen, atë që I duhet organizmit për të funksionuar në mënyrë të optimale të favorshme dhe të mos shkoj pastaj në mbipesh ose në probleme të tjera që vijnë si pasojë shëndetit të tepruar ose ushqyerjes të tepruar. Po mirë, ja, këto janë për shembull shumë gjëra të mira, këshilla të mira, edhe më merr mendja që shumicën prej këtyre që edhe jam biseduar deri tash, edhe do të bisedohen, do t'i gjeni edhe në Baby Led Winning, ku tash do të bisedojmë pra për librin, a e thash mirë? Shumë bukur. Do të bisedojmë pra për librin I cili ka 14 kapituj, sa e shoh unë. 14 kapituj ku është e ndane për shembull 14 këshilla të ndryshme në pjesë të ndryshme në secilën kapitull. Edhe tash nalemi te kjo se kjo është pak një libër më special që ka edhe Gerta në dorë për ata që do ta shohin se si duket, edhe është mundësia pra edhe për ta porositur për ta blerë në Norvegji. Ta ketë çdo secili, domethënë librin e Gertës me këshilla, domethënë të plota rreth ushqimit të fëmijëve, pastaj informacione të ndryshme dhe receta, domethënë ku mund ta krijoni edhe ose të organizoni një meni javore përmes këshillave dhe gjitha informacioneve që I sjell libri I Gertës. Do të bëte një pomërim libër, do ta kemi Gertën edhe në disa takime të ndryshme, kur ne në faqet tona të internetit ta publikojmë për çdo organizim apo takim që do të ndodhë në të ardhmen. Për që është mirë që ta posedoni këtë libër, ta keni në shtëpi tuaja ju që keni fëmijë të vegjël dhe që prisni dhe urojmë që çdo cili të ketë fëmijë. Mos keni frikë se atë që zosh me ta rrisni fëmijët I lajmë anash, sepse këtë formë edhe krijojmë domethënë jo një punë të mirë. Jo se tash ne bëjmë një propagandë të aspektin se është shumë problem ta arrisim fëmijën ose ta ushqejmë shëndetshëm, atë do të na largohen shumica nga kjo punë dhe nuk do të krijojnë fëmijë, do të krijojnë familje. Duhet t'ia lehtësojmë prindërve. Duhet t'ia lehtësojmë. T'ia lehtësojmë dhe efektivojmë. Kjo është ajo vetë libra që domethënë kur fjala merr formë që ti e ke cek aty, përmbajtja e kësaj na tash prej shumë librave që janë të botuar edhe që I ke shkruajt edhe që tash ka shumë, nuk është kjo e para, as e fundit. Dhe nuk e kam bërë këtë metodë. Kjo domethënë është një ulumtim kërkim I marr nga shumë libra që kanë shkruajtur mbi këtë metodë të ndryshme në gjuhë të ndryshme, edhe nga norvegjez, pediatër, por edhe nutricionist norvegjez, por edhe të huaj. Është një kërkim I bërë dhe sigurisht është përqafuar edhe praktika ime, si përvoja ime si nën, por edhe me nënat të cilat kanë bashkëpunuar. Domethënë është
eksperiencë mbledhur, pra janë këshilla gjithëpërfshirëse, qoftë nga ulumtime për saktësinë e fakteve dhe informacioneve të sakta që japin, por njëkohësisht udhëzime nga përvoja ime si çfarë ka funksionuar dhe a ka diçka nga ato ushqimet tona tradicionale në këtë libër? Patjetër, është ranaja këtu. Po, sepse i kemi edhe ne goxhat të shëndetshme ushqimet tona. Unë jam shumë pro pjesës tradicionale, kjo është ranaja. Ranaja me djath, me vaj ulliri, e cila është një mëngjes shumë i mirë për fëmijët dhe unë e marr pikërisht nga Shqipëria për t'ua bërë fëmijëve të mi. Gjyshja e fëmijëve të mi më ka mësuar edhe recetën se unë si ta bëj edhe vetë nëse do kem mundësi nesër në një kohë të ardhme. Megjithatë unë dua të them që ky është një libër gjithëpërfshirës nga shumë aspekte dhe në fakt kapitujt janë të ndërtuar i cili ndjekin hap pas hapi rrugtimin e ushqyerjes tek fëmia dhe në fakt nëse kam marr feedback ose përshtypje nga prindër të ndryshëm ma kanë quajtur domethënë si një thesar që është si një formë romani që kanë nisur ta lexojnë dhe nuk kanë dalur derisa kanë shkuar deri në fund të këtij libri sepse janë kaq mirë të lidhura temat edhe kapitujt e tij. Po të marrë të gjithën. Kvalitet, ko gjatë bukur libri. Po, dua të falenderoj për këtë raftin botimet, i cili është botuesi i këtij libri, të cilit unë u besova, domethënë pjesën e botimit të librit dhe redaktimit të tij. Normalisht është bërë një punë shumë profesionale, edhe një punë shumë e përkushtuar nga ana e tyre, kështu që jam shumë e kënaqur që sot ka dalë ky produkt edhe u bën gati më shumë se 1000 kopje dhe ato janë në përfundim, kështu që në një vit, domethënë duke menduar që edhe unë qëndroj dhe jetoj në Norvegji, ka ecur shumë mirë. Por për këta, për shembull, kanë dëshirë njerëzit tash shohin edhe dëgjojnë dhe kanë dëshirë për shembull që ta kenë tash gjatë fund vitit. A ka mundësi për shembull që në Shqipëri po, janë në disa librari, është i shpërndarë në disa librari, vetë nga libraria Rafti Magjik, që ka qenë dhe botuesi i librit, por dhe disa librari, siç është librari Arts, është librari Hanna në Gjermani, është librari Flutura në Kosovë edhe për Maqedoninë e Veriut, që e shpërndan. Janë dhe disa faqe online, si që është dyqani për bebe, që ka marrë ekskluzivitetin për të bërë shpërndarjen e librit online në çdo cep të Shqipërisë. Edhe unë vetë për nënat këtu në Norvegji apo dhe në Suedi apo Danimark, ua kam dërguar me post si shpërndarje. Mund ta porosisin tek ti për shembull sot edhe ndoshta në faqen time mund ta marrin dhe unë mund ta adresoj pikërisht me personin që ose për tua faqen tënde beson në Facebook apo në Instagram ashtu po. Gerta Receta Baby në Instagram ku jam më aktive sepse sigurisht është dhe faqe Facebookut, por jam gjithkohon pothuajse në Instagram më prezent. Edhe në faqen e website-it, për shembull për nënat të cilat jetojnë jashtë dhe duan ta blejnë, domethënë nëpërmjet website-it, edhe pastaj të lidhem unë me postat për t'ua dërguar. Ajo është e mira, për shembull që tash është mundësia, sepse janë botuar shumë libra, janë prodhuar shumë libra në troje shqiptare, mendoj shumë, kemi histori, kemi gjeografi, kemi romane, e gjëra tjera, mirë po ajo që ka pas nevojë shumë për shembull, që në botën tjetër të kësaj planete, atëherë në perëndim punohet më shumë me këto. Për shembull ka libra për fëmijë, ka për tritur, për mosha të ndryshme, nga njerëzit me kompetencë madhe, nga shumë njerëz që hulumtojnë edhe janë shkencëtar, edhe i gjejnë këto gjërat se pastaj kur rritën fëmijët nuk e dim se çka ka ndodhur, pse qysh shumë mirë kemi qenë, jemi rrit mirë, kemi pasur ushqime mirë, po me siguri ajo pjesa e fillimit Nëse mund të them diçka, kjo është një metodë bashkëkohore dhe prandaj është e re për ne, ndoshta për ta përqafuar si shoqëri shqiptare që jemi, dhe sigurisht janë praktika, domethënë që janë të kryesisht në Norvegji apo në këto vende të zhvilluara është një praktik më se normale sot, kurse ndoshta për ne në Shqipëri mund të vi pak e re dhe në fakt unë për këtë jam shumë e lumtur që kam dhënë një kontribut dhe kam sjell këtë metodë, le të themi, në gjuhën shqipe. Pikërisht se mund ta bëja norvegjisht, mund ta bëja në anglisht, por unë gjithmonë mendoj komunitetin shqiptar, nënat shqiptare, sepse duke qenë dhe vetë shqiptare, e ndjej domethënë si një
përgjegjësi që atë informacion që di, ato studime që kam kryer, pse jo ta shpërndaj në gjuhën shqipe mes nënave shqiptare kudo që ndodhen në botë. Diçka shumë e veçantë është për shembull e shohni këtu te kapitulli 8 është baby lead winning për fëmijët me nevoja të veçanta. Kjo është diçka shumë specifike, shumë speciale, edhe është në Shqip. E tash paramendon vetëm për shembull se ka njerëz që në atë gjendje normal me fëmijë për shembull me nevoja të veçanta, edhe sidomos ata duhet të kenë shumë kujdes për ushqimin e fëmijëve. Ajo është me thonë për të ushqimin e tyre, ashtu po. Shikoj, në momentin që po bëj ky libër, unë kam pasur ndihmë shumë nga një vajzë e cila më ka ndihmuar pak në pjesën e grumbullimit të materialeve dhe përpunimit të tyre, e cila dua ta falenderoj, quhet Sara Likaj, e cila më ka ndihmuar, por ajo vet vjente nga një aftësi e kufizuar me nevojë të veçantë. Edhe ajo më ka sugjeruar dhe më ka thënë Gerta, nëse ka një nevojë të madhe që unë nuk e kam dëgjuar diku, është pikërisht kjo temë ose ky kapitull. Edhe aty janë edhe fëmijët prematur, edhe fëmijët me aftësi të veçanta fizike, do të thënë në pamundësi motorike, dhe fëmijët me sindroma të ndryshme, siç është edhe ADHD apo autizmi. Sepse dhe për këta fëmijë ndoshta flitet shumë pak për pjesën e ushqyerjes, por është kaq esenciale që ne të mund të ngrëm ose të japim më shumë këshilla dhe më shumë informacion, sepse ata janë që kanë nevojë më shumë, që duan një mbështetje më të madhe në informacion edhe në këshilla për një ushqyerje të shëndetshme. Dhe jam shumë krenare në fakt që menjëherë thash po patjetër, unë dua pikërisht të plotësoj atë boshllëk në informacionin në shqip që mungon dhe kam sjell këtë kapitull të veçantë. Madje kam pasur një feedback shumë të mirë nga një pediatre Zerina Sheme në Shqipëri, me një eksperiencë shumë vjeçare, dhe gjë e parë që kur ka kapur librin në dorë ka thënë pikërisht këtë që dhe ty të ra në sy për fëmijët me nevoja të veçanta që flitet shumë pak. Sepse ushqimi ndikon. Do të thonë ushqimi përveç që është ushqim, po është edhe medicinë. Patjetër. Edhe ushqimi ndikon shumë edhe në rritjen e këtyre fëmijëve me këto pasojë ose me këto nevoja të veçanta. Edhe ajo është shumë e rëndësishme, do të thonë se në njëjtën kohë sikur se e dim që edhe medicina përbëhet prej disa gjërave ushqimore që përpunohet edhe pastaj shndrohet në medicinë. E ajo është ajo që tham në fillim, që e thash atë fjalën e bukur që i kishte bërë një tjetër kurs për shembull, ku në tryez fillon edukimi, në tryez fillon shëndeti. Ajo është, do me thonë, kompletune. Ne po afrohemi katadore edhe ka fundi mirë, po ne e dim se vitin 2026 do t'jetë shumë më aktiv, sidomos me Gertën, do t'kemi disa workshop, disa kurse, disa informata, disa takime të ndryshme me nëna, me baba, pse jo, se ka edhe ata që i kanë fëmijë të vegjël, edhe kështu që është mundësia pra që të takoheni, të pyesni, të këshilloheni, e shumë gjëra tjera interesante ku do të ketë në vende ndryshme, një prej tyre do të jetë këtu normal tek Radio Lindja edhe në katin e dytë në sallën tjetër, edhe apo ashtu edhe ambasada do ta krijojë një pjesë tjetër, ambasada e Republikës së Kosovës edhe me siguri e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e kështu me radhë do të kemi aktivitete ndryshme. Ma e mirë është pra që edhe ma e shpejta është që ta vizitoni Gerta Veliun, e shkruan Gerta Veliun në Google dhe ajo të drejton pastaj ku dush, apo do në web, apo do në Instagram, Facebook, gjitha rrjetet sociale. Pra, Lusha, dhe ne idham fjallën se do ta bëjmë publikimin në rrjetet tona sociale, që i kemi portalet tona këtu në Norvegji. Gerta është shqiptare, po është e mesit tonë, ne jemi në Norvegji. Edhe kjo na bën shumë krenare, Lush, me çdo secilin që e kemi këtu në Norvegji, që sjell një rësinje të mirë për komunitetin tonë shqiptar. Edhe pse libri tash, ndoshta ajo 80% i librit tash në vendet tona atje në Shqipëri, po besoj. Është edhe pak nevoja më shumë. Po atë mendoj sepse këtu unë mendoj që neve nuk na zon shumë për të madhe kur shkojmë atje, thotë se sa vite ke jetuar jashtë në perëndim 30 vite, okay, ke pas ka shku pak. Sa të menojnë se ne jemi duke... Ne i ruajmë traditat, kulturën. Ne nuk humbim asgjë, neve kemi pas gjitha prej fillimi që i kemi marrë këtu, dhe përkundrazi, kudo që i kemi shqiptar në përbot, neve na bojnë shumë krenare. Libri tash i Gertës është një libër me këshilla të ndryshme, është një vegël pune për çdo, sidomos për të printerin.
Ajo është fakt, do me thonë vegël pune, qëto e ki thonë, këto mundesh edhe çmim Nobel me marrë, për këtë fjallë, që është bukur që i ki thonë, është vegël pune, do me thonë si njeriu dikush e ka telefonin, dikush e ka një çekan, një kaçavi ose diçka, kjo është vegël pune, pra merr me veti. Siguron një proces të rëndësishëm për gjithë jetën, sepse investojmë sot. Librat i respektojmë, librat është pasuri e trurit, në atë ne mund të fsojmë fjalë që nuk i kem ndoshta ndëgju kurrë. Në asnjë rajon lexojmë librat, i kuptojmë edhe i marrë me veti, i kemi gjithmonë. Por për atën e ceka dhe në të theksova pak më ndryshe librin e Gertës, se do të jetë një libër, domethënë një vegël pune, sidomos për ata printeri që krijojnë për herë të parë fëmijë, edhe nuk din kanë mbajnë. Do ta kenë shumë lehtë pastaj. Ajo është më e mira, domethënë. Mjafton të konsultojnë me librin. Në fakt unë jam shumë e lumtur sepse më ka mësuar dhe mua gjithë përvoja me punën me fëmijët, të edukoj fëmijët e mi në mënyrë të shëndetshme dhe të shikoj që pikërisht prirjet e tyre janë të drejtuara aty. Dhe frymëzimi më i madh vjen nga dy çunat e mi, që në fakt është edhe në kopertinën djalimi i vogël, sepse është aplikuar kjo metodë 100% tek ai, dhe gjithë udhëzimi, është gjithë rrugtimi, le të themi i tij në këtë libër, sigurisht i ndarë në këto kapitull që ne folëm, edhe ka dhe një simbolik, sepse jo më kohë se ti the ka një pamje shumë të bukur libri, por realisht është një zgjedhje sepse luledielli është ajo që përfaqëson në fakt lidhet dhe pak me profesionin tim që kur kam qenë inxhiniere, domethënë pjesa e lules së diellit që na jep energjinë, siç është dhe ushqimi në fakt energji për ne. Por duke mos i ndarë si nëna që nuk i ndan kur fëmin, ky është djali i parë sepse ai u bë burim frymëzimi dhe reze për të shkruar të gjithën këtë. Por sigurisht ky është thjesht një përjetim im i personal në këtë libër, por që është vërtet një thesar shumë i çmuar që duhet ta ketë çdo prind i ri. Dhe unë ju falenderoj shumë për mbështetjen sepse unë e thash që është një kontribut ose një gur që unë po e vendos për të ndihmuar komunitetin shqiptar kudo që ndodhet. Por për mua është krenari e madhe që të mund të jem mes nënave shqiptare kudo që jenë dhe të jem në krahun e tyre për të efektivizuar ose për ta bërë tamam një vegël pune të domosdoshme për të lehtësuar jetën e tyre dhe për ta bërë më të shëndetshme. Faleminderit shumë, ne falenderojmë shumë që erdhe dhe na shpjegove shumë bukur, edhe shumë gjëra interesante, në njëjtën kohë edhe mësuam për librin, pra tashmë është në shitje e sipër, edhe me siguri se vitin 2026 do të jemi shumë më shumë herë, do ta shihni Gertën shumë më shumë herë edhe në promovime ndryshme, mirë po edhe në kurse ndryshme ose në workshop ose çka do të jetë. Ne do t'i postojmë gjitha në portalet tona, i përcjellni ato si gjithmonë, edhe do t'informoni saktësisht drejt nga njerëz me kompetencë 100% që e kanë. Jo premieve me tushtë, për shembull, mirë po na jemi ata që e udhim në botë njeriu pra i cili e meriton. Faleminderit shumë. Ta urojmë vitin e ri edhe festat e fundvitit që t'i kaloni sa më mirë. Faleminderit shumë dhe një herë për ftesën tuaj, edhe ishte vërtet një kënaqësi ndanim këto këshilla dhe bisedë të këndshme. Faleminderit nga ana ime, zhvilluam një intervistë goxha të mirë me shumë informata këshilla për gjithë nënat shqiptare, prindërit tanë, pse jo edhe neve sonte t'ju urojmë vitin 2026 një vit të shëndetshëm për gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe bredhat që zbardhojnë, që ndisur me stoli, dhe lepujt lajmërojnë, se erdhi viti i ri. Dhe ne do ta besojmë, se vjen me të vërtet, kur akrepat do takojnë, në orën 12, që janë ata që hidhen e lodrojnë, viti që po vjen, duan ta takojnë ai plakushën që hec dal nga dal, është viti që po shkon dhurata